Mbeturinat kanë bllokuar kanalin kullues si dhe urën e kolektorit kryesor të ujrave në anë të aksit rrugor Shkodër-Hanihotit. Pamjet I përkasin pikërisht segmenti ku ndahet rruga për në Boriç të Madh. Gjithçka është pushtuar nga mbeturina të ndryshme që nga këto urbane deri te mbetjet bimore e shtazore, ndërkohë që ka dhe tentativa për të vënë zjarrin. Në shkurrë pranë tyre dhe në momentin e gjerimit dalloheshin flak zjarri, nuk ka nevojë të theksohet sa rënd është zhëndja në këtë zonë pasi situata dallohet qartë dhe nga pamjet. Ajo që bën dhe më flagrante këtë rast është fakti që mbeturinat kanë nxjerrë jashtë funksionit rrjetin e kullimit duke bllokuar si kanalin ashtu dhe ujrin e kolektorit. Kjo situatë cilësohet e papranueshme nga banorët e zonës, por lënia e saj në një kohë të gjatë ka bërë që ato të humbasin besimin se Bashkia Malësisë së Madhe do të ndërhyrë për ta rikthyer në normalitet. Bashkia nuk duhet me lëri këtë pisnik. Atë për marrë me pa. Këtë jashtë normave është kjo është. Shive ku jetojmë me dhomnave. Vjen një kamionçiç I vogël me 3-4 punëtorë. Po, që me thënë, I kanë të tëne, I kanë mundësit për me heki këtë. Po, s'ka nërkulluz veç? Po, ka nërkulluz se o më të dynjoja. Po, s'ka ku me shku uj. Ku dhe me qarkullu uj. O më të dynjoja për pa kanalizime veç, duke I pastrojnë. Jo, rarë, po, jashtë zakonsh, po, që këtë qane. Shife më tërë për marrë më me, po. Përveç pasojeve që kjo gjendje ka në bllokimin e kanalizimeve dëmtohet të rënd dhe imazhin e të dy anët të aksit Shkodër-Hanihotit, udhëtarët në vend që të shijojnë gjelbërimin dhe bukuritë natyrore të mbi Shkodrës përballen me grumbuj plerash dhe vatra ndotje. Kryeministri Edi Rama dhe 2 ditë më parë theksoi se mjedisi është një nga 2 sfidat kryesore për pranimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në fakt, me skema të tilla dhe pranë akseve kryesore rrugore që lidhin me Europën, kjo sfidë kërkon shumë punë për t'u kapërcyer.